Rreth orës 17:30 minuta ka nisur sot seanca konstituive e legjislaturës së 10 kryesuar nga deputeti më i vjetër në moshë, Avni Dehari, ku në sallë ishin të pranishëm 118 deputet. Fillimisht deputetët të dalë nga zgjedhjet e 28 dhjetorit janë betuar në seancën e sonte konstituive të kuvendit. Të zgjedhurit e popullit u ngritën në këmbë derisa kryesuesi i seancës Avni Dehari lexoi tekstin e betimit të tyre. Seanca pastaj vazhdoi edhe me pika tjera të rendit të ditës. Betimi i tyre erdhi pas votimit të raportit të Komisionit për verifikimin e korumit dhe mandateve, i cili mori votat e të gjithë deputetëve të pranishëm. Deputetja Albulena Haxhiu, e propozuar nga Lëvizja Vetëvendosje, është zgjedhur kryetare e Kuvendit të Kosovës. Haxhiu mori 66 vota të deputetëve nga Lëvizja Vetëvendosje dhe komunitetet jo serbe në seancën e sotme konstituive. Kundër Haxhiut votuan deputetët e Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike, Listës Serbe, ndërkaq abstenuan deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Sot e marrë këtë detyrë me vedije të plotë për peshën kushtetuese që ajo mbart dhe me respekt të thellë për vullnetin e qytetarëve që na kanë sjellë këtu. Dhe këtë besim do ta nderoj me punë të përditshme, me transparencë, por po ashtu edhe me përkushtim të plotë. Të qenit në krye të kuvendit do të thotë të shërbesh Republikës, rendi demokratik dhe besimit publik. Kuvendi është shtëpia politike e të gjithë qytetarëve tanë, edhe atyre që pajtojnë me ne, edhe atyre që mendojnë ndryshe, sepse shteti ju shërben të gjithëve. Pas zgjedhjes së kryetares, radha i vjen zgjedhjes së 5 nënkryetarëve të kuvendit, për tu konsideruar i konsoliduar kuvendi. Nënkryetaret të rinj të kuvendit janë votuar në pako, ashtu siç janë marrëvesh partitë në mbledhjen e kryesisë së vjetër të kuvendit. Ardian Gola nga Lëvizja Vetëvendosje, Vlora Qitaku nga Partia Demokratike e Kosovës, Kujtim Shala nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Slavko Simić nga Lista Serbe dhe Emilia Rexhepi nga Komunitetet jo shumic janë deputetët që u votuan në pako për nënkryetar të kuvendit. E para Kuvendit të Kosovës, pas mbylljes së punimeve të seancës së parë, ka kërkuar nga deputetët që të qëndrojnë në hollin e Kuvendit të Kosovës për të vazhduar edhe me punimet e seancës së dytë, e cila pritet të mbahet sonte, dhe për detaje deputetët do të njoftohen me kohë, ka shtuar Albulena Haxhiu. Me këtë rast, pra me zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit, Kuvendi i Republikës së Kosovës konsiderohet i konstituuar, prandaj urimet të gjithëve.